Është një gatim shumë i mirë për fund vit. Të dashur ndjekës, për fund vit do bëj edhe roston. Ma ka kërku një ndjekës i imi, pa dërmon do ma bësh. Ai ka Krishtlindjet dhe unë ja plotsoj dëshirën me aq sa mune. Produktin e ka sjell vet. Edhe më tha mos ma ngarkosh shumë me hurdha dhe unë po përdor vetëm 2 thelpi. Të gjithë e din roston dhe ato që se din, është një gatim shumë i mirë, e marr nga pjesa e kofshës, e di kasapi, duhet i thush gjithmonë e du për rosto, dhe ai di dhe ku e zgjedh. E ly me kryp mirë, se dihet që mishra duhen patjetër të lyhen mirë, që t'i hyj lezzeti. E rrotulloj dhe nga ana tjetër, kur ka shumë cipa i largon, i pret me thikë, e pastron. Mos ngeti zhaba në përgoj, ja dhe unë kam pastru me atë thikën, e kam kry. Do t'i hap një 2 vene, do t'i qpoj kështu, me mojt thikës, edhe do t'i fus një thelp hurdh, ja, si që është hurdha. Edhe unë së se i begenis shumë, jam shumë e zgjedhme, në brëndësi të mishit, që t'i japi shije. Tu te kjo brim do fus edhe pak kryp, edhe një 2 kokra piper të zi, kokër, e hap dhe me i vend tjetër, e qpoj, edhe fus thelpi, si që është, do t'i fus dhe pak kryp këtu, kokra, piper. Për piperin e zi, do munohem t'a fus prap, vene, se më pëlqen, kokra i jep shije. Do t'a bëj role, do t'a vej cop mishi kështu si që është, edhe ju po t'keni 2-3 copa, i ka vërdisni, i fusni në një tap pak të thellë, jo të cekët, kur t'i fusni në furrë, dhe kjo ishte e gjithë puna. Tash i do nxjerr frunellën, do ka vërdis rosto. Në këtë rosto do përdor rreth 2 filxhon me vaj lule dilli, se do krijoj langun. Tash i e kaloj në fteren, edhe e lej të kuqoremet nga poshtë. Nuk do t'a kuqërem shumë, se do t'a kaloj dhe në furrë, po pak për lezet. Rrotullojmë nga gjithë anët, që mos krijohet gjaku në tavë. Tava do e tjetë një 4 gisht e thellë, jo tave cekët, se nuk bëhet, nuk zi mishi. Udhe dhe qepët më ka vërdisen pak. Njëkohësisht nuk e lejnë edhe mishi, që të digjet, të rëmehet, po gjithmonë flakën e tërhej qepa dhe karota dhe nuk e lë që mishi të digjet dhe të thahet. Ashtu e largoj dhe mishi. Në këtë kohë hap edhe furrën me 220 gradë, pastaj sa të kuqoreme do t'a kalojmë me flakë më të ulët, te 200 gradëshi, dhe do t'a shikojmë që derisa mishi t'jetë pjek me anë të një thike a një të piruni që të hyjë tej në tej. Tashi do t'i ka vërdis dhe pak këto, sigurisht. Do t'i hedh pak piper të zi, edhe pak spec të kuq sipër. Ashtu e fik punellën, nuk kam punë më, kjo do kaloj direkte në furrë. Furra duhet jetë e para pregatitme, do vehen anash, gjithmonë për t'i kalu nxehtësia, të preki ato dhe mos i shkoj zjarri për t'i përcollu. Kaloj edhe ynyrën. Do t'i hudh edhe i qikuj të nxehtë që të krijoj langun, që ta hudhësh vazhdimisht. Tashti e shplaj qik fteren, ju thash që do pak ujë në fillim, pastaj do t'i hedhim atë venën. Po në fillim do pak ujë, jo mbi atë, do t'a lejmë produktin me ynyrën që i hodhëm sipër, që të kuqoremet, se uji nuk e lejon. Do t'i hudhim pak spec të kuq, edhe kur t'a rrotullojmë nga ana tjetër,
për të kriju një kore krokante, edhe pak krypën, ka nevojë se i hudhim dhe rrugës, dhe njëkohësisht ka dhe gjethet e dafinës, që do t'i japin shumë shije, i vejmë na i gjethet dafine, një do ja vejmë mbi mishin, për të morë aromë, 3-4 gjete, jo më shumë, nëse e teprojmë pastaj, tashti e kam gati për në furrë. Rostën e nxora, jo ju thash kjo do rreth 1 orë e gjysmë, ka kalu 3 qerekore, do t'i hedh venën gjithmonë masi ku qoremet, nga të dy anët, edhe zarzavatet janë gjysmë të pjekme, unë do përdor venën, një gotë çaj, për këtë mas, do përdor një gotë çaj, do t'a shuj me verë, do t'i hudh edhe pak ujë, që të zbutet edhe të bëhet një long i mrekullueshëm. Tashti e lej të zi në furrën e sobës, prap do vazhdojmë me atë ndërtësi, po do t'i vëmë letrën, jo letër varaku, po letër guzhine, ose kapak guzhine, derisa të zi. Në qoftë se e nashë me kapak, vejni kapakun, kurse kjo imja nuk ka kapak, unë do t'i vej këtë letrën, që të zbutet dhe të bëhet avash avash. Rostën e nxora, e kam dënë rreth 1 orë e 3 qerek, se po s'hyni thika nuk bën, është i pabëm. Tashti unë do marrë dhe do largoj gjethet, do lej mishin këtu të ftofet, se ky po s'u ftof, nuk fritet, hallakaten fijet e mishit, prandaj duhet lënë. Mishin e largoj, e maj këtu në dras, në një kulesë, që ta kem për të spërkat mishin gjatë servirje, se gjithmonë mishi do salcën e vet, marinimin e vet, prandaj duhet kalohen pak në kulesë ose në blinder, do i shtrydh pak. Nuk kam se e trash me miell, se unë do t'a shoqëroj me patate, lëngu është normal. Këto do t'a vej dhe i qik në zjarr, pas ka i qik ynyrë, po unë ynyrën do t'ja hudh, do t'ja derdh poshtë. Provojni, na bëft mirë dhe viti marë.